Situata e përmbytjeve në Bashkinë Kurbin gjatë orëve të fundit ka shkaktuar diskutime në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, ku ka qenë i ftuar ministri i Bujqësisë Edmond Panariti. Deputeti demokrat Elidon Bushati e vlerësoi të rënd gjendjen në një kohë që qeveria vetëm flet për investimet në kanalet kulluese. Të njëjtin shqetësim ngriti edhe deputeti Agron Duka. Me përmbytjet që punollin në shumë qytete të Shqipërisë, mjaftojnë 30 minuta shi në Laç dhe përmbytet Laçi. Përmbytet Durrësi, përmbytet Tirana, përmbyten zona rurale. Zoti ministër, janë kompetencë e ministrisë tuaj, e institucioneve që janë në kompetencë të ministrisë tuaj, kanalet primare, ato të mëdhat dhe hidrovoret. Po du t'i mësoni kryeministrit që këto kanalet kullus nuk pastrohen një herë edhe mbaron puna, po pastrohen në mënyrë të vazhdueshme. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti ka shpjeguar se përmbytjet kanë ardhur si pasojë rreshjeve intensive të rëna brenda pak orëve. Panariti tha se kanalet kulluese dhe hidrovoret janë në funksion të plot, por nuk kanë mundur që të përballojnë në vrullin e rreshjeve. Problemi është, do thuaj edhe meteorologjik, pa dashur të justifikohem. Për 5 orë aty ka qenë një sy cikloni. Në 5 orë e ke të dhënë nga Instituti Meteorologjik, ke 110 mm shi. Jo në Shqipëri, po kudo nuk ka kanal, nuk ka kapacitet që mund të mbajë ato dhe për i dhoj uji u fut në qytet. Emergjenca civile bëj me dije se për shkak të rreshjeve të rëna në Kurbin, ndodhen në ujë rreth 50 banesa dhe janë përmbytur rreth 1500 hektar tokë bujqësore.